Përpjekjet e Evropës për të përgatitur forcat e saj të armatosura në pritje të një konflikti të madh me Moskën kanë hapur rrugë të reja, ndërsa lufta Rusi-Ukrainë hyri në një fazë të re këtë fundjavë pas një operacioni historik nga shërbimi i sigurisë së Kievit. Ukraina të dielëm kreu një sulm të paprecedent, me të cilin tufa dronash kamikaz shkatruan 10 avion ushtarak në 4 baza ajrore të ndara në të gjithë Rusinë. Tani kur Vladimir Putin po përgatit përgjigjen e tij, udhëheqësit evropian dhe shefat e mbrojtjes po punojnë për të siguruar që ushtritë e tyre të mund të përballen me çdo kërcënim që vjen nga Moska. Kryeministri britanik Keir Starmer tha të hënën se do ta bëjë Britaninë gati për luftë dhe u zotua të ndërtojë në ndërtese të reja bërsamore, fabrika municionesh e të tjerë. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha javën e kaluar se Berlini do të financojë prodhimin e raketave me rreze të gjatëveprime në Ukrainë, pasi parlamenti miratoi më herët 500 miliardë euro për shpenzimet e mbrojtjes. Por askund kjo përpjekje për riarmatosje nuk është më e dukshme sesa në ishullin suedez të Gotlandit, një pikë turistike prej 1600 km2 në detin Baltik, që po kalon një transformim të shpejt në një pikë kyçe ushtarake të NATO-s. Gotlandi po shihet si një qendër e ardhshme e NATO-s dhe linjë e parë e mbrojtjes kundër agresionit rus. Rëndësia e pozicionit të Gotlandit në fakt është e vështirë të mbivlerësohet. Ai ndodhet vetëm 190 km larg nga shtetet baltike të Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë, të gjitha anëtarë të NATO-s.